Por Adami njohu Evën, gruan e tij, e cila u ngjiz dhe lindi Kainin, dhe ai tha, fitova një burr nga Zoti. Pastaj lindi Abeli, vëllau i tij, dhe Abeli u bë bari kopësh, ndërsa Kaini u bë punonjës i tokës. Me kalimin e kohës, Kaini i bëri një ofertë frutash të tokës Zotit. Por Abeli i ofroi dhe ai të parëlindurit e kopës së tij dhe i ndyrën e tyre, dhe Zoti e çmoi Abelin dhe dhuratën e tij. Por nuk çmoi Kainin dhe ofertën e tij. Dhe kështu Kaini u pezmatua shumë dhe fytyra e tij mori një pamje të dëshpëruar. Atëherë Zoti i tha Kainit, pse je pezmatuar dhe pse fytyra jote është dëshpëruar? Në rast se bën mirë, a nuk do të pranohesh? Por në qoftë se bën keq, mëkati po të ruante porta dhe dëshira e tij drejtohen ndaj teje, por ti duhet ta sundosh. Dhe Kaini foli me të vëllan Abelin. Kur u gjendën në fush, Kaini u ngrit kundër vëllaut të tij Abelit dhe e vrau. Atëherë Zoti i tha Kainit, ku është vëllau yt Abeli? Ai u përgjigj, nuk e di, mos jam unë rojtari i vëllaut tim? Zoti i tha, çfarë ke bërë? Zëri i gjakut të vëllaut tënd më vëngon nga toka. Dhe ti tani je më i mallkuar se toka, që hapi gojen për të marrë gjakun e vëllaut tënd nga dora jote. Kur të punosh tokën, ajo nuk do të jap më prodhimet e saj dhe ti do të jesh një endacak dhe një ikanak mbi tokë. Atëherë Kaini i tha Zotit, ndërshkimi im është tepër i madh, aq sa unë nuk mund ta duroj. Ja, ti po më dëbon sot nga faqja e këtij dheu dhe do të fshihem nga fytyra jote dhe do të bëhem endacak dhe ikanak në përbot dhe do të ndodh që të më vras kushdo që do të më gjerë. Dhe Zoti i tha, prandaj kushdo qoftë të vras Kainin do të dënohet 7 herë. Dhe Zoti vuri një shenjë mbi Kainin me qëllim që kushdo që ta gjente të mos e vriste.